Jo që ka hedhur akuza mbi Abibank duke thënë se është pronare tokash në Zvërnec dhe se ka përfituar qindra hektar tokë si kolateral për kredive të këqija të klientëve të saj. Në fakt diçka normale për një bank, por me sa duket Erlanda Liu dhe Genti Çekeli të JOQ-s, qëllim kanë pasur gjobvënien. Abibank ka bërë një reagim në lidhje me denoncimin e publikuar duke thënë se është 100% mashtrim, duke e quajtur JOQ me mafioz mediatik dhe gjobvënës. Në mëngjes JOQ publikoi një lajm të pavërtetë sikur Abibank zotëron mira hektar në Zvërnec, 100% mashtrim, si gjithë mashtrimet e përditshme të mafiozëve mediatik të JOQ. Po pse pikërisht ky mashtrim i radhës i JOQ për Abibank? Sepse pikërisht sot, hallëxhime të veçantë të këtyre ditëve u duket momenti perfekt për gjobvënien e radhës, duke zbuluar Abibank që pas ka mira hektar në Zvërnec. Me që u bë motë që të protestohet se amerikanët po na marrin Zvërnecin, duhet dhe një gënjeshër tjetër ta ilustroj me fakte që ka dhe një bank amerikane pas kësaj historie të stisur. Në frymën popullore të pakënaqësisë, këta mafiozë hallëxhin të vërtet që nuk dalin dot hapur në shesh, nxorën mikrofonin mediatik mafiozë dhe mendojnë se gjetën hapësirën e radhës për të vënë gjob, se tani HLBT banka duhet të kenë frikë se janë dhe amerikane, thuhet në reagimin e Abibank. JOQ ka tentuar të vërë gjoba prej vitesh ndaj Abibank, si dhe shumë portale periferike, premtimi ishte se po të paguanim atëherë, nuk do publikonin gënjeshtrat e pastrimit të parave. Kërkesa e fundit ishte 120 milion lek në vit. Titulli i këtij reagimi sipas stilit të JOQ duhet të ishte: kërkohen miliona gjoba nga JOQ për Abibank. Pavarësisht se Abibank është në supervizimin e Bankës së Shqipërisë, vlerësuar si një nga investimet më të mëdha amerikane nga ambasadat amerikane, vlerësuar nga përfaqësitë e shumta diplomatike, ka marrëdhënie me bankat më prestigjioze në botë, ka marrë çmime shumë prestigjioze për publikime financiare përfshirë International Banker dhe për më shumë ka dhuruar miliona euro për artin dhe çështje sociale në vend. Mafiozët mediatik të JOQ-s kanë të gjithë lirinë ligjore prej vitesh të publikojnë pa asnjë problem mashtrimet e tyre. Këto mashtrime publikohen me një kosto të ulët në shqip, por dhe në gjuhë të huaja dhe fal teknologjisë pastrohen dhe hiqen shumë lehtë. Veprimi është tipik mafioz dhe ngjan me atë të një grupi të strukturuar kriminal që do ta kishte zili vet Padrino Kumbara, Godfather. Në fillim shkruajnë lajmin e re, pastaj presin të kontaktosh dhe pastaj e heqin lajmin që shpesh e ka vënë Koli, Liri, Genci apo Agimi që nuk e dinte. Pas një viti pagese vinë prapë dhe kërkojnë të paguhen përsëri, në mos do vinë të publikojnë mashtrimin e radhës. Mafiozët mediatik të JOQ-s e mbajnë të varrosur si lajm Zvërnecin me muaj me lajme të rreme të kota, me lajme ku përdit populli lexon qyfyret e mëngjesit për fonde që glabërohen, përlahen, vidhen apo përvetësohen miliona dhe miliarda, me foto të vërteta dhe të pavërteta, ku përgojohet çdo kush që nuk u paguan gjobën mafiozëve. Ah, se harruam. Ka dalë dhe një gjarë për jeshil të liqeni që në fakt është i vërtet se e kemi parë. Për ta mbyllur, urojmë që shpejt të shtrënjoset një herë për gjithmonë kjo racë ndër mafje e shtypit. Për këtë duhen shkundur të gjithë politikanët dhe çdo punonjës i kompanive të ndershme që del në protest, duhet të flasë për mafjan e shtypit që sulmon përdit biznesin e ndershëm. Do jetë sukses i madh për vendin, nëse do të votojë një forcë politike që e ka platformë për t'i dhënë fund kësaj mafje mediatike një herë për gjithmonë.